Arrestohen 5 të rinj në Sarandë, dyshohet se po përgatiteshin për një vrasje. Arrestimi 5 të rinjve në Sarandë shoqëruar me të dhëna të reja, ndërsa policia dyshon se ata kishin udhëtuar drejt qytetit për të kryer një ngjarje kriminale. Të gjithë ndaluarit rezultojnë me precedent penal në fushën e narkotikëve. Hetuesi dyshojnë se objektivi i tyre mund të ketë qenë ekzekutimi i një personi në fshatin 6 të Sarandës. Pas shoqërimit 5 të rinjt janë marrë në pyetje, por kanë zgjedhur të mos japin asnjë deklarat përpara hetuesve. Sipas burimeve, grupi lëvizte me 2 automjete. Në momentin kur makinat ndaluan, si Dorel Moriseni dhe Alfred Kaja po kontrollonin armët brenda njërit prej tyre, ndërsa ndërhyrja e policisë çoi në arrestimin e tyre. Të rinjt u kapën në një rrugicë pranë banesës së Recep Ismailit, i cili u vra në lokalin e tij në qef 6 në maj të këtij viti. Grupi hetimor po verifikon nëse ndodheshin në atë zonë rastësisht apo nëse ndalesa lidhej me ndonjë plan të caktuar, edhe pse të arrestuarit nuk kanë pranuar të flasin.